Horoskopi ditor e enjte 26 qershor 2025. Dashuria. Mos i kushtoni shumë vëmendje formës, por mbani në mend substancën. Ajo që ju nevojitet është një person që varet nga ju. Keni nevojë për dashuri dhe jeni gjithmonë në kërkim të konfirmimit. Puna. Dita fillon e shkëlqyeshme me Saturnin në favor, i cili do t'ju ndihmojë të riambientoheni në punë, bashkëpunime hyrëse. Demi. Dashuria. Venera do të jetë një ndihmë e shkëlqyer nëse planifikoni të ndryshoni partnerët. Ata që nuk janë të kënaqur me jetën e tyre private do të kenë shanse dhe karta të tjera për të luajtur. Për beqarët parashikohen takime speciale që mund të jenë vendimtare për një zgjedhje pasionante të dashurisë. Puna. Pas pushimit të verës, puna kthehet në siguri, por mos u bëni impulsiv. Prisni para se të vendosni. Binjakët. Dashuria. Dashuria po lulëzon për çiftet, më shumë sensualitet sa nuk do të hezitoni të demonstroni për të përmbushur dëshirat e partnerit tuaj. Mbrëmje e bukur shumë intime. Për beqarët një mirëkuptim i fortë duket se vazhdon me dikë që dëshiron të kapë zemrën tënde. Puna. Mërkuri në shenjë ju ndihmon të keni kthjelltësinë e nevojshme për të arritur qëllimet e dëshiruara. Ngaforja. Dashuria. Qetësia e re nuk duhet t'ju lejojë të zhyteni në gjethe dafinësh. Atë që keni rikuperuar duhet ta mbani fort dhe ta trajtoni me kujdes. Beqarët do jenë plot charm dhe do jetojnë një ditë të bukur, të rrethuar nga miq dhe admirues të shumt. Puna. Jo fillim shumë i kënaqshëm i ditës. Keni nevojë për më shumë riorganizim dhe efikasitet. Shkoni në punë. Luani. Dashuria. Përballë një zgjedhje sentimentale, ju mendoni se nuk mund të vazhdoni më. Duhet të vendosni. Dita e ngarkuar me Hënën dhe Venusin kundër, keni kujdes. Beqarë në konfuzion, merrni guximin në të dy duart dhe deklaroni veten nëse ndjeni se zemra juaj po tundet. Puna. Do të jeni shumë të qetë në punë, edhe nëse rrezikoni disa investime, por do të jeni të vetëdijshëm për të. Virgjëresha. Dashuria. Ju po përmirësoheni vazhdimisht dhe dita fillon mirë, por shmangni shpërqendrimet. Për çiftet mund të ketë ndryshime të vogla në program. Njohje të reja në horizont për beqarët, disa nga këto mund të lënë gjurmët e tyre. Puna. Ditë shumë e kënaqshme nga ana e punës. Projektet tuaja po ecin përpara me shpejtësi të plotë. Peshorja. Dashuria. Yjet janë të favorshëm për çiftet që kanë qenë së bashku për një kohë të gjatë. Me gjas, programe në sy për ata që duan të kurorëzojnë një ëndër dashurie. Takime speciale që vinë për beqarët. Disa madje mund të identifikojnë shpirtin binjak. Puna. Shumë konkurrencë ende në qarkullim, por së shpejti do të jeni në rikuperim, veçanërisht nëse keni një aktivitet. Akrepi. Dashuria. Dashuria është duke u luhatur, por nëse jeni në çift dhe jeni gjithashtu shumë të dashuruar, disponimi juaj nuk do të zgjas shumë. Pasionin e yje dhe zemra në unison për çiftet e reja. Beqarët që nuk duan të angazhohen, do ta jetojnë më mirë ditën. Puna. Ju po rimerrni lartësinë. Mërkuri ju mbështet, mos u dorëzoni. Së shpejti do të keni rezultatet e pritura dhe ato do të jenë të mahnitshme. Shigjetari. Dashuria. Pastërtia e çifteve. Ju keni rifituar ekuilibrin tuaj dhe do të jeni plot besim ndaj partnerit tuaj. Disa keqkuptime rreth një çështje familjare mund të shqetësojnë ditën. Për beqarët vijnë takime të reja dhe një mirëkuptim i këndshëm me një person shumë simpatik. Puna. Detyrat e reja që vijnë, projektet e reja po marrin formë. Ju jeni duke ju afruar qëllimit. Britqapi. Dashuria. Ulje dhe ngritje për çiftet. Ato do të jenë një burim tërheqës për shumë nga shenja që ata mund të vendosin të interesohen për ndonjë person tjetër të afërt. Do të ketë momente joshjeje të mëdha për beqarët. Mund të pushtoni edhe zemrat më të vështira. Puna. Ditë me fat. Do të merreni me ngjarjet në vendosmëri dhe do të keni sukses. Mos keni frikë nga lajmet. Ujori. Dashuria. Do të ndini të hutuar dhe të pasigurt. Ndoshta nuk jeni shumë të kënaqur me marrëdhënien tuaj. Humori do të pasqyrohet në çift dhe mund të ketë keqkuptime të pakëndshme. Lajm i mirë për zemrat e vetmuara. Nëse nuk keni ende një zemër të zënë, së shpejti do të jetë. Puna. Ju jeni duke pritur për një telefonat që akoma nuk po vjen. Jeni të durueshëm dhe së shpejti do ta merrni atë dhe do ta shijoni. Peshqit. Dashuria. Do të ketë mosmarrëveshje të vogla mes çifteve, por me pak rëndësi. Por pas sqarimeve të keqkuptimeve, do të keni përsëri buzëqeshjen tuaj të bukur. Beqarët mund të bëjnë shkëndija dhe madje mund të gjejnë personin e duhur. Puna.
Enda ulje ngritje, për së shpejti do të keni ngarkesën e duhur për të përballuar mundësi dhe bashkëpunime të reja.